Flamuri kuqezi që shihni në këtë foto është qëndisur me dorë në vitin 1908 dhe është flamuri origjinal shqiptar që gjendet në kishën e Shën Gjergjit në Boston. Ai konsiderohet të jetë pararendësi i flamurit që u ngrit nga Ismail Qemali në Vlorë në vitin 1912. Mbi këtë flamur ka njoftuar diplomati shqiptar Mall Berisha, i cili po qëndron në Boston këtë ditë dhe ka vizituar nga afër kishën e Shën Gjergjit. Dëshmitë e patriotizmit shqiptar më shumë se kushdo tjetër në botën e re gjenden në Boston. Kisha e Shën Gjergjit është vendi ku ngjis patriotizmi shqiptar, vendi ku predikoi Fanoli, vendi i Vatrës dhe Konicës. Është edhe sot vendi që të gjithë ne shqiptarët pa dallim, feja e krajine duhet të vizitojmë me respekt e veneracion. Kjo është më shumë se sa një kishë, më shumë se një vend faljeje dhe lutjesh për ortodokse shqiptar. Ky është një vend që na mbledh të gjithëve, muslimana dhe krishterë, që kemi si kryefe shqiptarizmin, ka shkruar Mall Berisha në lidhje me këtë shtëpi fetare.